duke qenë se jeta gjithmonë më shumë është bërë e ngarkuar edhe stresuese, kjo është nga arsyet sepse në Kore të bësh asgjë konsiderohet një sport. Diçka që ti mund ta bësh në mënyrë të pavarur, por edhe në grup. Doing Nothing Retreats është një lloj konkursi ku ti shkon në një park me shumë njerëz dhe diku te 3 orë ti duhet të rish pa folur, pa bërë asgjë, thjesht duke bërë frymarrjen, duke marrë oksigjen, duke u shqetësuar, për të ndihmuar qarkullimin e gjakut. Të vjen në një muhabet ose një barsalet. Po duhet të vi asnjë gjë. Kjo të shërben ty, ky është sporti jot që të bën ty të ndihesh mirë. Korea njihet si një nga shoqëritë që ka presionet më të mëdha sa i takon punës, kështu që njerëzit janë super të stresuar, ndaj të bësh asgjë konsiderohet një sport shumë i rëndësishëm që praktikohet në Kore. Edhe një gjë është që nëse më vjen të bëj diçka, do doja ta kisha lirin ta bëja. Po duhet të shkëputesh, ti mbarosh gjithë detyrat që ke, shkon atje dhe thjesht të rri. Shkon një plak te doktori. Edhe mbasi mbaron atë vizitën, doktori thotë kam 2 lajme të këqija për ty. Jepi. E para tha, ke kancer. Ishte i vjetër ai, ishte i vjetër. E dyta i tha ke Alzheimer. Çfarë thua? E po të paktën s'kam kancer. Okay. Më duket se ka ardhur numri dhe do ta marrim atë. Po një nga gjërat që cilësoj këtu është edhe ajo që quhet ikigai, ka dhe libra të botuar për këtë. Ikigai është ai koncepti japonez i të paturit një motiv për të çuar në mëngjes. Dhe nuk ka rëndësi që të çohesh për të çliruar botën apo për të ndryshuar rendin shoqëror, diçka të madhe për të krijuar një kryevepër arti. Edhe më kuriozon po. Dhe ka shumë njerëz që kur bëhen me fëmijë, thon un pas kam jetuar kot. Ti je motivi im. Kaq gjë e bukur është. Se mendoj ose këta njerëzit e duan vetëm pak ose kjo është dhurata më e bukur që mund të t'japi vetjeta. Është e dyta. Është e dyta. Mendoj që është e dyta, se ti mund ta duash veten shumë, por ajo çfarë më ka ndodhur mua për shembull është që kur kam qenë përballë çunit për herë të parë, jam ndier i zhveshur nga egoizmi personal. Që e kam pasur gjithmonë me vete që të gjithë e kanë. Mendoj vetëm për veten tënde. Jo, vetëm për veten time, se si janë që smur, por ti e kupton që para këtij njeriu nuk ka ego, para këtij njeriu nuk ka unë, sepse ai është fëmia yt edhe ti je i gatshëm të bësh. Po. Dhe përfundon duke bërë si vetja. E kisha dëgjuar edhe atë gjën tjetër, po më mirë. Tani kam dëgjuar atë gjën tjetër që prindrit ose kisha dëgjuar në atë kohë hidhen në zjarr për fëmijën, mund sakrifikojnë jetën për fëmijën e tyre, po nuk e kisha përjetuar vet. Edhe më duket sikur kjo ishte ndonjë akt trimërie i madh, po kur ti e prind vend e kupton që nuk kërkon një trimëri të jashtëzakonshme që të sakrifikosh gjithçka për fëmijën tënd. Thjesht instikti të çon që ta bësh. Edhe është e lehtë në kuptimin që patjetër do ta bëje. Pra nëse do ishte midis teje dhe fëmis, ke parasysh si në filma, po ti thua si ato filma, shkoti, edhe ti bësh ujë që të kaloj dikush edhe Marja babit, babi është. Supermani e bëri disa herë këtë gjë.